Atë e tremte vdekja, rrëfimi prekës i vajzës Artan Lames. Java e fundit me babain tim më bëri një dhuratë. Vajza Artan Lames, Lisja Lame, ka ndarë një mesazh prekës për tatin, që u nda nga jeta rreth një muaj më parë. Ajo ka rrëfyer se si e kaloi javën e fundit me babain në Gjermani, aty ku po kuroi për sëmundjen e rëndë që i mori jetën. Kërkoi të shkruaj fjalë dhe fjalë nuk gjej, pikërisht aty ku ai do të gjente. Ai për mua nuk ishte vetëm baba. Ai ishte një pikë referimi. Do mendoj që edhe unë deri diku isha pikë referimi për të. Ai nuk fliste me absolute dhe unë e kundërshtoja. Mendoja që disa rregulla ishin gjithmonë të shkruajtura në gur. Ai thoshte që vdekja lë gjithmonë pishmane. Jam e nderuar të them që do e kundërshtoj edhe një herë të fundit. Mendoj që kjo ishte e vetmja vdekje që mund të ketë ndodhur pa pishmane. Unë pata nderin të kaloja një fundjavë perfekte, me të dy prindrit dorë për dore nëpër muzeume, kisha dhe në mesin e një qyteti të ri. Nuk mendoj që në jetën time do të ketë një fund më të lumtur se sa fakti që për herë të fundit arrita t'i mbaja dorën tanit, teksa më shpjegonte për stilet dhe arkitekturën me mendje të kthjellët dhe sarkazëm që na ndiqte kudo. Nuk e di se si e bëri, por ja doli të më bënte një dhuratë të fundit pikërisht siç e doja. Atë e tremte vdekja, edhe pse me shumë nihilizëm, thoshte që është thjesht pjesë e ciklit si të gjitha të tjerat. Thoshte që jetët tona janë të vogla në figurën e madhe dhe në fund do të bëheshim dhe do të na hanin mizat, ato miza që jetojnë brenda nesh dhe një ditë presin të na hanë mbrapsht. Ky ishte një nga subjektet që ne stërhollonim së bashku. Ai mendonte shumë për fundin e gjyshit të tij. Kur unë i thoja vdekja është gjithmonë një fund i lumtur, ai më thoshte që Fahredini kishte akoma kohë për të jetuar dhe thjesht fati i tij ishte i zi. Vdekja e Adilit neve nuk e diskutuam asnjëherë. Nuk krahasoi fundin e tij. Kur krahasoi fundin e trisht të Fahredinit pas një dite emocionale dhe fundin e Adilit vetëm në spital, fundi i tij pas një fundjavë perfekte me mua dhe mamin, i rrethuar nga shokët e ngushtë dhe plane për të ardhmen, unë e kundërshtoj dhe them vdekja e tij ishte e lumtur, ka shkruar ajo.